A ke ec najherë në një rrugë pa njoftume? Jo domosdoshmërisht ecje me kam për me zemër. Ka momente kur rrin përballë një vendimi e s'di cilin hap me bo është ma mirë. Apo kur lutesh për një përgjigje, kur kërkon një qartësi, kur zemra jote don me bo atë që është e drejt, po s'arrin me pa ende rrugën krejt. Prap se prap, në thellësitë shpirtit, ka një shpresë, një ndjenjë që s'jelan vetëm, që ekziston dikush që e sheh rrugën tënde shumë ma larg se sa mundesh me pa ti. Një prej emrave të bukur të Zotit është El Hadi, udhëzuesi. Ai që udhëzon zemrën drejt dritës nurit. Ai që hap rrugë aty ku ti sheh veç mjegull. Ai që sjell qartësi aty ku mendimet bëhen lopsh. Shiko përreth. Yjet e gjejnë rrugën e tyre në qiell. Zogzt migrojnë mijëra kilometra pa humbur drejtimin. Lumejt e gjejnë detin vet. A mendon se ai që e udhëzon krejt këtë krijim univers ka me elan zemrën tënde pa udhëzim? Kurse si. Ndoshta s'ki me e pa krejt rrugën me njëherë. Ndoshta Allahu ka me ta tregu veç hapin e radhës. Po shpesh, kjo është krejt çka zemra ka nevojë. Sepse udhëzimi s'do me thonë me ditë çdo gjë për të ardhmen. Udhëzimi don me thonë me pas besimin te ai që e njeh të ardhmen. Wallahi shumë e bukur është kjo. Me ditë që s'je i detyru me i mbajt krejt barrat vet. Si i detyru me ditë që s'duhet me i pas krejt përgjigjet. Me mujt me undal e me qu dorën duhet drejt ka qielli dhe me thonë, o Allah, mu zot drejt asaj që ti e din se çka është ma mirë për mu. Ai dëgjon lutjet që askush tjetër si dëgjon. Ai i njeh pyetjet tua që s'po mundesh me i shpreh me fjalë. Ai i sheh udhkryqet e zemrës tonde para se ti vet me i kuptu. Lavdi Allahut. E kur El Hadi vendos me të udhëzu, ai s'ta ndryshon veç drejtimin e hapave. Ai ta ndryshon brendësinë, ta qetëson zemrën, ta forcon besimin, t'jep siguri që edhe nëse rruga është e gjatë, jetë duke ecë në drejtimin e duhur. Prandaj mos u frikso prej paqartësisë. Mos u shqetëso sepse nuk pe shef ende krejt horizontin. Mjafton me mbajt dorën te litari Allahut. Mjafton me kërku atë me sinqeritet. Kur El Hadi Zotit prin, edhe hapi ma i pasigurt bëhet i sigurt. Edhe rruga ma e errët mbushet me dritë. Edhe zemra ma e hutume e gjen paqen, selametin vet. Sepse askush s'humb kur rrugën
kur udhëzuesi i tij është Zoti.